një qytetari që është i bindur që toka është e sheshtë dhe bota është e mbushur me komplote, duke filluar nga vaksinat edhe deri tek zhvillimet politike, me siguri do ndjeki mediat, cilat mund të jenë edhe podcaste të kësaj natyre. Domethënë njerëzit tani kanë filluar të orientohen mbas shijeve të tyre. Nuk është më media me rol edukativ që edukon të shije, tani janë qytetarët që mundohen të edukojnë median. Kur ne themi qytetarët që mundohen të edukojnë median, do thotë që ti përgjigjesh ose media ose kompania i përgjigjet çfarë klikohet më shumë, çfarë shihet më shumë, çfarë bëhet më shumë virale, pavarësisht se sa cilësore dhe se sa e rëndësishme është për formimin apo përdorjen zë të një çështje të caktuar? Padyshim, kjo po zbërthehet me programe, kjo po zbërthehet me edicione lajmesh. Jo pa gjas ti shet televizion njerëz që drejtojnë emisionet veçanta, të cilat çalojnë nga mënyra e të folurit.